Rikonstruksioni i Kinema Republika po i afrohet fazës përfundimtare pasi ndërhyrje tërësore në infrastrukturë, arredhim dhe teknologji. Projekti ka përfshirë kualifikimin e plotë të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, duke e kthyer këtë objekt në një hapësirë kulturore me standarde. Drejtori i përgjithshëm i ndërmarrjes së mirëmbajtjes së objekteve publike, Joseph Kulla, konfirmon se punimet tashmë ndodhen në ditët e fundit. Siç e shikoni, te Kinema Republika prej disa kohësh kanë filluar punimet. Punimet janë përqendruar në gjitha ambientet e Kinema Republikës. Aktualisht po punojmë në dy ambiente, ambientin e jashtëm dhe ambientin e brendshëm. Te ambienti i jashtëm është bërë ndërhyrja te shtrimi i pjesës oborrit, shtrimi i pllakave, ndriçimi edhe pjesa e ulëseve, ndërsa te pjesa e brendshme është bërë ndërhyrja te pjesa e ulëseve të publikut, është bërë te audioja, është linolumi, është edhe moketi që është bërë ndërhyrja që do të bëhet e bateri, njëkohësisht është edhe ambienti i brendshëm që është bërë të pjesa tualeteve, pjesa savatimeve, pjesa elektrikeve, ndriçimi dhe ambienteve të brendshme, kondicionimi, kështu që besoj se brenda pak ditëve do të jetë një kinema modern, ashtu siç e meriton edhe kinemaja që është Kinema Republike e qytetit të Shkodrës. Me këtë investim, Kinema Republika së shpejti do të hapë dyert për publikun, duke ofruar tashmë komoditet teknologji të avancuar dhe një përvojë të re argëtimi për të gjithë banorët e Shkodrës së Mëxhër.